Episodi sotëm nis me surprizën që Giani ben Ajlës, ndërkohë Sadakati e shqetësuar për të birin e telefonon për të pyetur si është. Por telefonit i përgjigjet Ajla. Ajo i thot Sadakatit se Gian ka temperaturë dhe për këtë arsye nuk mund të flasë. Kjo situatë krijon një skenë të veçantë mes Ajlës dhe Sadakatit, ku ndërthuret humori dhe xhelozia. Sadakati fillon të bëj pyetje të njëpasnjeshme për gjendjen e Gianit dhe mënyra si po kujdeset Ajla për të. Ndërsa Ajla përpiqet të ruajë qetësinë dhe të tregojë se është ajo pranë tij. Në këtë përplasje fjalësh, xhelozia e Sadakatit dhe reagimet e Ajlës e bën skenën njëkohësisht komike dhe tensionuese, duke treguar qartë se Gian është bërë shkak i rivalitetit mes tyre. Nga ana tjetër, Nare pengon realizimin e planit të Shahinit për të arratisur babain e tij Xhmelin. Ky veprim e zhgënjen thellë Shahinin, i cili e kritikon Naren dhe akuzon për tradhti dhe ndërhyrje në një çështje shumë të rëndësishme për të. Sadakati e përgëzon Naren për vendimin që ka marrë, duke e parë atë si një veprim të drejtë dhe në favor të familjes. Megjithatë, Sadakat shkon edhe më tej. Ajo nxit njerëzit e saj që të sulmojnë fizikisht Shahinin. Edhe pse Nare përpiqet ta ndalojë këtë sulm dhe t'i mbrojë gjërat të mos dalin jashtë kontrollit, ajo nuk arrin dot të ndalë situatën. Vetëm ardhja në momentin e fundit e kajës bën të mundur shpëtimin e Shahinit, duke ndalur nënën e tij Sadakatin dhe duke parandaluar përshkallëzimin e dhunës. Demiri, duke parë situatën e krijuar, përfiton nga momenti dhe fillon ta nxjisë Shahinin që të vazhdojë planin që Xhmel kishte përgatitur kundër Gianit dhe familjes së tij. Ai e shtyn Shahinin të mos të riqet, duke i ushqyer zemërimin dhe zhgënjimin e tij, me qëllim që konflikti të thellohet edhe më shumë dhe goditja ndaj Gianit të realizohet. Alia e lumtur për dhuratën e Gianit e vendos varse në qafë, si shenjë respekti dhe si tregues të ndjenjave që po fillon të ushqej për të. Më pas, ndërsa kujdeset për Gianin, Ajlën e zë gjumi pranë tij. Ky moment i papritur e gëzon jashtë masë Gianin, i cili e përjeton këtë afërsi si një shenjë të fortë të lidhjes dhe ndjenjave mes tyre. Sadakatit nuk i pëlqen as pak kur sheh afrimin mes Gianit dhe Ajlës. Ajo fillon menjëherë ta kritikojë Gianin, duke e pyetur pse shkoi pas Ajlës në spital, duke thënë se aty mund të marrë sëmundje. Giani përgjigjet qartësisht se ai është aty për të kujdesur për sigurinë e Ajlës. Gjatë kësaj bisede, Sadakati vëren varsen që Ajla mban në qafë. Me ironi, ajo i thot se varsja nuk i shkon as pak, duke bërë të qartë pakënaqësinë dhe xhelozinë e saj ndaj afrimit të Ajlës dhe Gianit. Xhmeli gjatë takimit me familjen në burg fillon të nxjisë Shahinin që të bashkëpunojë me Mahmutin dhe të krijojnë miqësi me të përmes martesës së Zerrinit dhe Sedatit. Sipas Xhmelit, kjo martesë do të ishte çelësi për t'i dhënë fund një herë mirë Gianit. Megjithatë, Shahin e refuzon këtë kusht, duke thënë se nuk mund të sakrifikojë motrën e tij Zerrinin, por për një moment vendimtar, vetë Zerrin pranon të martohet, duke deklaruar se është gati të bëjë këtë hap për t'i dhënë fund kësaj situate të rëndë dhe tensioneve që po shkatrojnë familjen. Sadakat e këshillon Gianin që të mos bjerë në dashuri me Ajlën. Ajo përpiqet ta bërë në sedër, duke kujtuar se Ajla ka qenë gruaja e vëllait të tij. Edhe pse këto fjalë lëndojnë thellë Gianin, ai përpiqet ta mbajë veten dhe të mos e tregojë dhimbjen që po ndjen. Zerrin shkon te Nare dhe i shpreh asaj gjithë zemërimin për veprimin që ajo bëri, duke penguar arratisjen e babait të saj. Gjatë përballjes, Zerrin i thot Nare se ka vendosur të martohet me Sedatin. Nare përpiqet ta ndalojë, duke u lutur të mos e bëjë një gabim të tillë. Ajo i thot se një vendim i tillë do ta çojë drejt pendesës, sepse edhe vetë Nare ka bërë dikur të njëjtin gabim. Megjithatë, Zerrin largohet pa i kthyer asnjë përgjigje, duke lënë pas një bisedë të mbushur me dhimbje dhe tension. Faleminderit që e ndoqët këtë material. Nëse ju pëlqeu, mos harroni ta pëlqeni videon, ta abonoheni në kanal dhe të lini një koment me mendimin tuaj për ngjarjet e episodit. Shihemi shumë shpejt në videon e radhës me zhvillime dhe më emocionuese.